Një frakturë e këmbës e dërgoi 84 vjeçaren HPG në sallën e operacionit, por pas ndërhyrjes pacientja u përball me një tjetër problem, plagën e dekubitit. Familjarët pretendojnë se pas operimit nuk u ishin dhënë udhëzimet mjaftueshme për parandalimin e plagëve të dekubitit. Për këtë rast, Kiks Kosova kërkoi sqarime nga klinika e ortopedisë dhe traumatologjisë lokomotore në ÇKUK, si dhe nga ortopedi Dr. Kushtrim Grezda, i cili e kishte operuar pacienten. HPG ishte pranuar në klinik më 27 maj 2026, pasi kishte psuar frakturë, ndërsa më 3 qershori ishte nënshtruar ndërhyrjes operative. Nga klinika ortopedisë thonë se dekubiti është një komplikim që shfaqet veçanërisht te pacientët e moshës së shtyer dhe me lëvizshmëri të kufizuar. Sipas tyre, plagët e dekubitit nuk lidhen domosdoshmërisht me ndërhyrjen operative, por kryesisht me imobilitetin e zgjatur dhe faktorët individual të pacientit. Lidhur me pyetjet tuaja për rastin e pacientës HPG, ju njoftojmë se plagët e dekubitit janë një komplikim që mund të paraqitet veçanërisht te pacientët e moshës së shtyr dhe me lëvizshmëri të kufizuar. Ato nuk lidhen domosdoshmërisht me ndërhyrjen operative, por kryesisht me imobilitetin e zgjatur dhe faktorët individual të pacientit. Por a ishin marrë masa për parandalimin e dekubitit? Klinika thotë se po. Sipas drejtorit Xhavit Gashi, secili reparti ortopedisë aktualisht është i pajisur me nga 3 dyshek antidekubital, ndërsa përdorimi i tyre bëhet në bazë të vlerësimit klinik dhe nevojës individuale të pacientit. Nga aspekti organizativ, secili reparti i klinikës së ortopedisë për momentin është i pajisur me nga 3 dyshek antidekubital. Përdorimi i tyre bëhet në bazë të vlerësimit klinik dhe nevojës individuale të pacientit. Në rastin e HPG, ortopedi Kushtrim Grezda thotë se masa ishte marrshën në ditën e parë. Sipas tij, 84 vjeçaria menjëherë pas pranimit në klinikë ishte vendosur në shtrat me shtresë antidekubit. Më 3 qershor ajo i nënshtrua operimit, për cilën mjeku thotë se kaloi mirë në aspektin ortopedik. Por sipas tij, pacientët me këtë lloj frakture janë të rrezikuar nga zhvillimi i dekubitit. Duke i u referuar një studimi, ai thotë se rreth çdo i treti pacient me këtë lloj frakture zhvillon plagë nga presioni. Pacientja, si dhe çdo i treti pacient me frakturën e njëjtë që pranohet si rast ortopedik, zhvillon dekubitus pres ulqer, jo vetëm në Kosovë, por edhe në botë. Çdo dekubitus pres ulqer mundohet të parandalohet me shtrat antidekubit që vendoset në klinikë gjatë qëndrimit, protokoll lokal dhe ndërkombëtar. Ai trajtohet me gaza sterile dhe krema regenerues mjekësor. Sipas mjekut, dekubiti tentohet të parandalohet me shtrat antidekubit gjatë qëndrimit në klinikë, ndërsa në rast përkeqësimi trajtimi vazhdon në kirurgjinë plastike. Por familjarët pretendojnë se pas daljes nga spitali nuk kanë marrë udhëzimet mjaftueshme për kujdesin ndaj nënës së tyre. Kur ka hek nëna pejt, vlla ka pos, ka thonë çështën e kanë bojt vllon 3-4 reporte dhe mas me orë të shtëpia pa bukur çish. Edhe për këtë doktor Grezda ka një përgjigje. Ai thotë se pacientës dhe familjarëve janë dhënë sqarime të nevojshme gjatë qëndrimit në klinikë. Sipas tij, në Fletleshëm, pacientët e udhëzohen të paraqiten për kontrolle çdo të martë në ambulancën specialistike të ortopedisë. Por sipas mjekut, HPG nuk është paraqitur në këto kontrolle pas daljes nga klinika. Më lejoni të shpreh keqardhjen time për shqetësimin e familjes së pacientit. Pacientës dhe familjarëve të pacientës janë dhënë të gjitha sqarimet e kërkuara gjatë qëndrimit në klinikë. Po ashtu sqarime janë dhënë vajzës së pacientës që është doktoresh në Zvicër. Në Fletleshëm, të çdo pacienti shkruhet që pacienti duhet të sjellët në vizitë të marteve në ambulancën specialistike të ortopedisë. Me keqardhje të thellë ju them që pacientja nuk është sjellë në vizitë çdo të martë sa kam qenë unë dhe ndjehem shumë keq që nuk e di as pak për gjendjen post-operative dhe momentale të pacientës. Por ndryshe nga doktori, familjarët kanë treguar se askush nuk i kishte marrë parasysh dhe vetëm ishin endur në korridore të klinikës për të kërkuar ndihmë për nënën e tyre. Ndërkohë nga klinika ortopedisë thonë se deri më tani nuk kanë pranuar ndonjë ankesë lidhur me këtë rast.